Pra mirë dita, publiku jem të plak minin angazhimet e veta politike. Ju përshëndes dhe jam ka angazhohem shemëll për të ftuarit e mi që i kam bërë në debate që kemi në zgjidhjet me 12 tetor. Dhe une temat jam të angazhue, të ftuesit e mi deri tash nuk kanë reagu dhe ju aftoj një vend shumë më të mirë, Hotel Nacistin. Do të ato të mendon, a do të pranojnë se të pranojnë, domethënë kjo është ideja ime dhe kushtet i afroj shumë të mira. Të tretë janë 3 liderët e partive politike, vetëvendosje, LDK, PDK, dhe kërkoj një falje të onësht, i kërkoj falje, është një pavarur, Bekim Avdiut kërkoj falje që nuk kam bërë ftesën, se nuk kam ditë, dhe sonte je personalisht të ti ftuar, ajo përgjigjet ftesës time. Domethënë, kjo është miniri këtu, joftoj dhe ju njoftoj realitetin e turizmit. Po, kjo turizmi jo, ku kemi qendrën e turizmit dhe flitet shumë për turizëm, atë mund debatojmë. Dale kamerman pak. Pra tash vazhdojmë bukuritë natyrore dhe bora. Bora është diçka borë që e kam prunë për Gjermani. Qëllimisht e kam prunë borën. Pra përshë, me prunë këtë balë. Domethënë, bora është si simbol që e mbulon të kaluarën. Unë e mindiri, do të punojmë dhe do të mendojmë për sotën, për të nesër, në diskutimet e tona do të jetë vetëm sot, nesër dhe të ardhmen tonë mendimi dhe si do të jetë ndalo. Që do të jetë debati juaj, mendimit juaj. E pres edhe një herë, domethënë ka sode do të jap afat edhe 2 ditë kemi. Nëse ju nuk përgjigjen thira publike e imja e onës së gazetarit në Sadiku mbyllët. Domethënë keni kohë dhe 2 ditë caktoni me vendin edhe mendimin ku do ta gjejmë vendin. Unë kam 2 propozime. Këto është pak si vështirë se nuk kemi mësuar kushtet mira. E kam gjetë tash një vend shumë të mirë dhe të lirë, e kemi të bashkësia lokale Drekos. Atë ka karikat mjaftueshme, në bashkësinë lokale Drekos mund ta themi publikun. Më ndërprej pak. Domethënë i kërkoj kamermanit shembull respekt që është larg nga keqëzim që bëhet real dhe qartë. Pak mund të flasim edhe që të debatet e tona nuk i kemi pas pasuria tjetër e Syrinikës që është zejet nëntëksore. Zejet nëntëksore është një nga vendet më të pasura që ekzistojnë, të që janë trupa zerorë që janë të pa shfryzuar. Janë shfryzuar me nikon në disa viteve, kemi shembull Kromin. Kromin që gjendet në këtë pjesë në malore dhe tjera. Këto janë debate që afrojnë dhe diskutimin. Unë edhe tjetrën, ndale kamerman. Ashtu dhe bëj ftesën tjetër, kujto të harrojmë të kaluan të mendojmë për sot me të nesën e të ardhmen, domethënë. Deri tash listën sërbe nuk i kam ftuar, por nëse ato kanë kërkesë dhe interesim, nuk mund t'i ndërpres nëse ato janë të interesuar. Deri tash unë nuk kam gjetë guzim ose se them për guzim që të bëj ftesë në debatin ose në zgjidhjet që të kemi 12 tetor. Lista sërbe se di në komunën tonë merr pjesë në zgjidhjet 12 tetorit. Ju uroj sukses, ju uroj rahati, ju uroj mirëkuptim dhe presmi sukseset e reja, e pres ftesën e juaj dhe kur të më kaloni mirë, e kemi sot me 2 tetor. Me 2 tetor mendoj debati thira do të mbyllet me 4 tetor. Me 4 tetor do të mbyllet thira, kaloni bukur, me të mira.